Pala e protestave të opozistës nuk ndalet kur gjerë në realizimin e qëndrimit. Shpallja jonë se jemi në kilometrën e fundit shënon gjithashtu detyrimin ton për ta përshkuar me çdo shkëmbim dhe me çdo kush këtë kilometër gjerën fitore. Dhe siç e shihni, ky raport që dallon si nata me ditën me raportin e një viti më parë, dëshmon se në Shqipëri armiq kryesor, në të vërtetë, problem kryesor për korrupsionin është për integrimin, është Edi Rama, ndaj dhe protestat janë zëri vetëm më i fuqishëm i shqiptarëve dinjitos, i shqiptarëve që spajtohen me këtë situatë. Ndaj dhe sot është një ditë e juaja të dashur qytetar, një ditë në të cilën përballemi me hajdutët dhe armiqt më të egër të kombit shqiptar, le të mbushim ne rrugët dhe sheshet e Tiranës në kryengritjen tonë paqësore për të ecur të sigurt drejt qëllimit tonë, përmbysjes këtij regjimi, rikthimit votës lirë dhe fitores opozitës.